në këtë edicion do të ndiqni. Kuvendi i Republikës së Kosovës sot ka mbajtur seancën e rregull plenare. Në këtë seancë, ndër të tjera, është debatuar për gjendjen me pandeminë COVID-19 dhe sigurimin e vaksinave anti-Covid dhe çështje të tjera. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës sot ka hapur ekspozitën Vullkani i Republikës për nder të 40 vjetorit të demonstratave të vitit 1981, si dhe ekspozitën 70 vjet arkiv me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës. Mbrëm, ekipi të vësyrit ka qenë në teren për të përcjell nga afër inspektimin e bizneseve në disa pjesë të qytetit, të cilat i kanë bërë inspektorët sanitar të komunës së Gjakovës dhe të tjerë. Detajet rreth inspektimit do t'i ndiqni gjatë këtij edicioni. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore. Kuvendi i Republikës së Kosovës sot ka mbajtur seancën e rregull plenare. Në këtë seancë, ndër të tjera, është debatuar për gjendjen me pandeminë COVID-19 dhe sigurimin e vaksinave anti-Covid dhe çështje të tjera. Në seancën e Kuvendit të Kosovës u zhvillua debat parlamentar lidhur me situatën e krijuar nga pandemia COVID-19. Marrëdhjen e detyrë në datën 23 mars të këtij viti, unë ka marrë njoftimin se shtesat për profesionistët shëndetësor dhe kategori tjera përfundojnë në muajin mars. Dhe me njëherë kam kërkuar takim me zotin Murati nga Ministria e Financave dhe kemi biseduar si mund të gjendet një mënyrë dhe një hapësirë buxhetore për të vazhduar këto shtesa dhe në mos të ndalen në asnjë mënyrë bashkë për atë që kemi gjithë respektin për sakrificën dhe punën e tyre. Ministria e Financave, në bazë të kapaciteteve buxhetore, ka ardhur në propozimin që ka ardhur në mbledhjen e qeverisë me datën 21/04/2021 dhe ai propozim është miratuar nga qeveria prapo e përsëris në bazë të kapaciteteve buxhetore. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku në debatin parlamentar për gjendjen me pandeminë ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti për papërgjegjësinë në luftën kundër pandemisë në vend dhe pjesëmarrjen e tij në fushat dhe votim në Shqipëri. Kur çdo 2 orë një kosovar këtë vdes, kryeministri i tyre Joni pa dallim ka vendosur të bëjë fushat në Shqipëri. Në 2 javë ditë kohë ky kryeministër ka vizituar Shqipërinë 4 herë, e qendrën efektive këtu, reportet për rreth të mbushura me 975 pacient, shumica në gjendje të rëndë as edhe një herë. I bëj thirrje që të bëj këtë vizitë sa më parë. Të kuptoj nga afër gjendjen e njerëzve tonë, pacientëve, mjekëve dhe të tjerëve që përballen me këtë krizë. Kryetari i AK-s, deputeti Ramush Haradinaj, ka kërkuar nga ekzekutivi që të ndërpritën gjobat për qytetarët lidhur me masat dhe kontrollin e pandemisë, të largohet ora policore dhe të hapet tërësisht gastronomia pa masa mbrojtëse. Ndalni me njëherë, pra ndërprejeni me njëherë presionet ndaj bizneseve edhe gjobat ndaj qytetarëve. Nuk është një praktik e duhur në kohë krize ekonomike edhe në kohë vështirësie për secilin ndëshkimi financiar. Hapni gastronomin, lejoni sallat e mëdha, çdo sallë, edhe ajo e dashmave, nuk është më e madhe se kjo sallë. Nuk hyn më shumë njerëz në këtë sallë. Hapni sallat, po me masa mbrojtëse. Deputeti i PDK-s Urhan Ismaili tha se problemi është se qeveria Kurti është një qeveri që mungon në veprim, sepse sipas tij, prej formimit të kësaj qeverie, prioritetet ishin zgjedhjet në Shqipëri. Ai tha se në pandemi u morën numëri masash të pamenduara dhe zero përgjigje adekuate. Problemi i pandemisë nuk është i panjohur për këtë qeveri. Problemi është se qeveria Kurti 2 është një qeveri që mungon në veprim. Mungon në veprim në Kosovë. Sepse ajo që e pam prej formimit të kësaj qeverie ishte se prioritet politik i Albin Kurtit dhe kësaj qeverie ishin zgjedhjet në Shqipëri. Prioritet për të ishte Bojkeni e jo qytetari i Kosovës. Nga ministri Erben Vitia është thënë se masat e ndërmarra nga qeveria do të mbesin në fuqi dhe të njëjtat do të përditësohen çdo 2 javë, varësisht nga situata epidemiologjike në terren.
Ndërojmë temë të informacionit. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, ka thënë se rezultati përfundimtar i zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri do të dalë brenda 48 orëve. Sipas tij, sistemi elektronik që kanë përdorur në këto zgjedhje e që ka qenë risi, është sigurt për të ruajtur integritetin dhe fshehtësinë e votimit. Sipas sistemi zgjedhor, rezultati i zgjedhjeve në Shqipëri pritet të dalë pas 48 orëve. Numërimi po bëhet në formë elektronike si një nga risitë e këtyre zgjedhjeve në 32 qendrat e votimit. Partia Socialiste ka fituar me 6.007 vota, përkundër PD-s me 4.550 vota dhe LSI me 628 vota. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi tha se janë raportuar disa probleme për mënyrën se si po zhvillohet ky proces, derisa u atërhoqi vërejtjen komisionerëve duke ju thënë se historitë e komisionerëve të sëmur dhe të lodhur duhet të marrin fund. Historitë dhe skenat me komisionerë të lodhur apo të sëmur, unë mendoj që duhet marrin fund dhe ajo parti që i bën këto është diskredituese për atë partinë. Celibashi thot se sistemi elektronik i aplikuar është 100% i sigurt në kuptim të ruajtjes së integritetit dhe fshehtësisë së votës. Sistemi i votimit elektronik i aplikuar është 100% i sigurt në kuptim të ruajtjes së integritetit dhe të fshehtësisë së votimit. Kjo është e padiskutueshme. Lidhur me pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje, Celibashi tha se shifrat që janë raportuar dje deri në ora 23 bazohen në të dhënat që kanë paraqitur në KQZ nëpërmjet sistemit aplikativ. Përndryshe të drejtë voto në këto zgjedhje kanë pasur mbi 3 milion persona. Gara për Gjakov të pastër, përpos që ka për synim zhvillimin e konkurrencës për mjedis të pastër mes lagjeve, fshatrave e objekteve shkollore, ajo ka për qëllim që përmes mbjelljes së fidaneve të kujtoj dhe nderoj secilin që humbi jetën në luftën e fundit. Sot në shenjë nderimi u mbollën 100 fidane të llojit rap për të gjithë dëshmorët dhe martirët e rajonit të Rekës së Mirë. Këto fidane u mbollën tek memoriali dëshmorëve në fshatin Hereq. Të rënët jetojnë përmes këtyre trungjeve, është thënë me këtë rast. Vazhdojmë edicionin me lajme të tjera. Komuna e Gjakovës ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe bashkëfinancimi me shoqatën pamirëse Jetimat e Ballkanit, e përfaqësuar nga Halil Kasrati. Përmes kësaj marrëveshjeje, 10 familje në kushte të rënduara ekonomike do të bëhen me shtëpi të reja. Vlera këtij projekti është 205.000 euro, nga të cilat Komuna e Gjakovës do të participojë me 50.000 euro. Përzgjedhja e përfituesve do të bëhet nga komisioni i cili do të përzgjedhet nga ana e 2 anëtarëve të shoqatës, si dhe nga një anëtar nga komuna. Gjithçka do të realizohet brenda këtij viti kalendarik. Jam i lumtur që fal miqve të mirë do të kemi mundësi të krijojmë kushte më të mira për familjet sociale, ka thënë mes tjerash kryetari Ardian Gjini. Mbrëm ekipi të vësyrit ka qenë në teren për të përcjellë nga afër inspektimin e bizneseve në disa pjesë të qytetit, të cilat i kanë bërë inspektorët sanitar të komunës së Gjakovës dhe të tjerë. Të ndjekim kronikën. Inspektorët e tregut dhe ata sanitar dolën mbrëm në teren për të vëzhguar nga afër bizneset më saktësisht në qarqinë e vjetër në Gjakovë. Artan Hoxha, udhëheqës i sektorit për inspektimet të Gjakovës, po ju bën të ditur bizneseve rregullat që duhet të respektohen me qëllim të parandalimit të virusit COVID-19. Në vazhdimsi inspektor sanitar nga komuna e Gjakovës, bashkë me inspektor sanitar nga rajoni PS, në vazhdimsi kryen inspektime në territor të komunës Gjakovës. Po ashtu edhe sonte kemi inspektuar. Kemi inspektuar këtë pjesë ku siç që duket janë duke respektuar masat, për jashtim 2-3 raste të cilat me vërejtje dhe paralajmërime e krijuam distancën, ndërsa me një shoqëri tregtare apo një biznes nuk ishin duke respektuar masat anti-Covid, pra pronari nuk ka kriju kushte për mbajtje distancës. Sigurisht pas vërejtjes që kanë dhënë natë më parë, sonte është shqiptuar një xhob, ndërsa në raste të tjera deri më tash nuk kemi hasur ndonjë parregullsi. Pronarët e bizneseve shprehen se ne po mundohemi që më përpikmëri të respektojmë gjitha masat parandaluese të përcaktuara nga qeveria e Kosovës. Siç po shihni, distanca është në nivel në bazë të inspektorëve që neve na kanë leju sa me qenë tavolina për tavolinës, sa me qenë distanca mes tyre. Po ashtu lokali çdo tavolinë ka dhe dezinfektuesin e vet. Përndryshe jeni ato mundu maksimalisht.
Mbrëmjet i kaloi në baret e Gjakovës, thuajse çdo natë. Qytetarët thonë që ne po i respektojmë masat. Unë vinë etno, shkojnë një dëshën qashit vogël edhe në shumë kafiqe atjerë, ku do më thonë masat janë gjithçka në rregull, sidomos për pronarëve, edhe tash nëse ndodh që dikush prej na vjen e prish, le të mirën inspektorat direkt me atë person. Nga këtu apelua që të gjithë të respektojnë masat anti-Covid për shkak që rrezikshmëria të jetë më ulët dhe të mbrohet shëndeti i të gjithë qytetarëve. Një qytetar nga Gjakova ka publikuar një video të bërë në emergjencë në qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakovë, në të cilën nuk shihet asnjë punonjës shëndetësor që mund të ofrojë ndihmën e parë pacientëve. Por shefi i urgjencës Flori Bakalli thotë se realiteti ka qenë ndryshe. Ishte ora 22:24 minuta kur ekipi i emergjencës së qendrës kryesore të mjekësisë familjare në mbrëmjen së shtunës u nisën për një vizitë shtëpiake. Këto pamje nga kamerat e sigurisë tregojnë që në të njëjtën kohë kur njësia e emergjencës niset për terren, në këtë qendër paraqitet një qytetar për të kërkuar shërbim shëndetësor. Shihet se e moshuara po este e shoqëruar me 2 ferma të tjera. Me të hyrë brenda informohet nga personeli i sigurimit se mjeku kujdestar vetëm sa doli në terren, edhe që i duhet të pres pasi që nuk ishte kusht i ofronte trajtim. Lidhur me këtë rast, familjari i pacientës ka publikuar në rrjetin e tij social Facebook një video të bërë në emergjencën e QKMF-s, në të cilën ai ka shkruar se nëna e tij, e cila vuante nga hipertensioni, nuk mori shërbim dhe në emergjencë nuk shihet asnjë punonjës shëndetësor që mund t'i ofrojë ndihmën e parë pacientëve. Nga video i ngjizimet e kamerave të sigurisë, shihen se njësia e urgjencës kthehej në qendër në orën 22:56 minuta. Por se si ka rrjedh komplet kjo ngjarje ka treguar specialisti i mjekësisë familjare Dr. Flori Bakalli, i cili njëherët është edhe shefi i urgjencës në këtë qendër. Sipas kamerave të sigurisë shihet që gjendja nuk ka qenë edhe aq alarmante. Personi në fjalë, pacienti në fjalë zbret nga taksia, në këmbë të veta nën përcjelljen e 2 personave të tjerë, mirë po jo të mbajt, ka ecur në mënyrë normale dhe është fut. Kjo nuk do të thotë që nuk është urgjente, mirë po indikon që nuk është edhe aq urgjente sa të bëhet e gjitha ajo dramë. Personi që ka qenë është teknik medicinal, do të thotë nuk është i autorizuar të përshkruaj apo të administroj terapi pa udhëzimin apo rekomandimin e mjekut. Bakalli tha se 27 mjek janë larguar nga QKMF për të vazhduar ngritjen e tyre profesionale në specializim, edhe kjo ka bërë që njësia e emergjencës të përballet me mungesë të ekipit mjekësor. Deri më në dhjetor të vitit 2020, njësitë e urgjencës kanë punuar me 2 ekipe, do të 2 mjek, 2 teknik dhe 1 vozitës. Mirë po, prej momentit kur Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që t'i japi specializimet, atëherë të gjithë mjekët normal kanë kërkuar ngritjen e tyre profesionale, çka ka bërë që një numër i madh i mjekëve të largohen nga sistemi primar shëndetësor, respektivisht 27 mjek njëherësh janë larguar nga sistemi primar, që na ka kriju mungesa të mëdha, jo vetëm në urgjencë, më konkretisht nga ata 27, vetëm 7 kanë qenë nga ekipet e urgjencës. Përkundër vështirësive dhe angazhimeve në këtë kohë pandemie, stafi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare mundohet të ju qëndrojë karshi qytetarëve me ofrimin e shërbimeve shëndetësore, ka thënë Mesirash Bakalli. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës sot ka hapur ekspozitën Vullkani i Republikës për nder të 40 vjetorit të demonstratave të vitit 1981, si dhe ekspozitën 70 vjet arkiv me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës. Në platon e shëtitorës së lumit Krena janë ekspozuar fotografi, raporte e dokumente që pasqyruan demonstratat historike të studentëve në vitin 1981, të cilat u titulluan Vullkani i Republikës, e që shënuan edhe 40 vjetorin e kësaj ngjarje. Po ashtu, u ekspozuan edhe dokumente e fakte historike me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës. Ky aktivitet u organizuan nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës. Po, është e vërtet. Janë 2 tematika, por që të dyat janë pjesë të rëndësishme të kujtesës sonë, kujtesë e cila ruhet në Arkivin e Kosovës, ku janë të ekspozuara
pjesë të gjykimeve të organizatorëve, të pjesëmarrësve të demonstratave të vitit 1981, pastaj janë të ekspozuara një pano, është ekspozuar shtypi ilegal i kohës, pra. Ndërsa kur jemi te arkivat, edhe këtu kemi fillu prej aktit të themelimit, që është thash në vitin 1951, dhe pastaj kemi fotografi të ndryshme të rrugtimit, kemi legjislacionin rrugtimi juridik i Arkivit Kosovës, pastaj kemi ekspozue disa dokumentet më të vjetra që i kemi. Kështu që dokumentacionin mes dy luftrave botërore. Bedri Zyberaj, kryeshefi ekzekutiv i Ashakut, përkundër vështirësive, sfidave, institucioni që ai drejton ruan dokumente me vlerë për Kosovën. Në mesin e tyre ai përmendi dy më të vjetrat. Dokumenti më i vjetër është i vitit 1608, është vakufnameja e Mehmet Pash Kaçanikut. Përveç saj ne kemi edhe një sasi, një fond dërshkrimësh në gjuhën osmane që janë po ashtu më të vjetër se sa ky dokument. Dërshkrimin më të vjetër e kemi të vitit 1437. Për të parë nga afër këtë ekspozitë, erdhi edhe kryetari i komunës Ardian Gjini, i cili tha se puna e arkivit duhet të vlerësohet sepse ruan një pjesë të rëndësishme të historisë kombëtare. Arkivat i ruajnë dokumentet, kujdesen për to, është kënaqësi me mri kohë pas kohe, edhe mi pa copzat e historisë dokumentuar në këtë mënyrë. Ne mësojmë historinë prej librave, ne shohim dokumentare, gjithçka, po nganjëherë është tepër më rëndësishme me pa copza origjinale të vërteta të historisë sonë. Një hallkë e punës së Arkivit të Kosovës është edhe zyra ndërkomunale e Gjakovës. Drejtori Valdrin Shehu tha se kontribut në themelimin e këtij institucioni ka dhënë edhe Gjakova. Arkivi ndërkomunal i Gjakovës posedon diku afërsisht rreth 300 metra lineare dokumentacion arkivor. Normal që kemi edhe fonde me peshë dhe rasi të veçantë, domethënë kulturore dhe historike. Dhe neve shka na bën të lumtur është se akti i themelimit të Arkivit Kosovës mban në nënshkrimin e herojt popullit Fadil Hoxhës. Kjo ekspozit do t'jetë e hapur edhe në qytete të tjera të Kosovës. Arkivat janë pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme e ndërtimit të një vendi dhe e historisë së një kombi, u tha me këtë rast. Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e javës rome, sot është inauguruar murali që simbolizon respektin etnik dhe bashkëjetesën në komunën e Gjakovës. Po ashtu janë shpërndar edhe broshura me qëllim të informimit dhe vedisimit të qytetarëve për kulturën rome. Pandemia ka qenë faktor që shumë aktivitetet të planifikuara për ditën rome 8 prilli nuk janë realizuar me kohë. Një mural për të shënuar po këtë ditë është realizuar në shëtitorin e lumit Krena. Emra Cërmjani, drejtor ekzekutiv i Roma in Action, foli më tepër rreth aktivitetit të realizuar sot. Ne në kuadër të këtyre aktiviteteve kemi realizuar dhe një mural i cili në brendësinë e saj përmban elementet promovuese të komunitetit rom si flamurin rom. Mirëpo në të njëjtën gjuhë ne në kuadër të aktiviteteve të javës rome bëjmë edhe sensibilizimin qytetar në mënyrë të promovimit të historisë, kulturës, traditës së komunitetit rom, ku nëpërmjet, nëse mund të them, aktivitetit protest patësor, bëjmë thirrje edhe në zbehjen e epiteteve fyese ndaj komunitetit rom, ndaj diskriminimit, paragjykimeve, stereotipeve dhe bëjmë thirrje për tolerancë ndëretnik dhe promovim të paqes mes qytetarëve të komunës së Gjakovës. Se çka ka dashur të reprezentoj përmes muralit, tregon Mirjeta, artistja që ka punuar atë. Në këtë mural është paraqit muri gjanave negative të cilat rrethojnë Kosovën, kryesisht siç janë paragjykimet, stereotipet dhe diskriminimet e ndryshme, mirëpo është një muri i cili duhet thyer sepse në Kosovë duhet të ekzistojë toleranca e veçanërisht për komunitetet të cilat i përkasin grupeve më të marginalizuar, ndërto hyn edhe grupi rom. Për realizimin e këtij murali ka kontribuar zyra për komunitetet dhe kthem në komunën e Gjakovës, se po ashtu e ka mbështetur edhe Drejtoria Komunale e Urbanizmit. Që komuniteti japin një kontribut të veçantë për zhvillimin e shoqërisë, e sidomos integrimin e komunitetit në shoqëri. Është murali i dytë që ne si zyre bashkëpunojmë. Ky është i Roma in Action, ndërsa ai tjetri atje është me Voran, organizatën Vorat, të cilët
një çfarë forme tregon që komuna e Gjakovës ka një bashkëjetesë, ka një tolerancë ndëretnike. Përveç këtij murali, sot gjatë tërë ditës do të shpërndahen broshura për kalimtarët dhe të interesuarit me qëllim të informimit dhe vetëdijësimit të njerëzve për kulturën rome. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Kuvendi i Republikës së Kosovës sot ka mbajtur seancën e rregull plenare. Në këtë seancë, ndër të tjera, është debatuar për gjendjen me pandeminë COVID-19 dhe sigurimin e vaksinave anti-Covid dhe çështje të tjera. Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës sot ka hapur ekspozitën Vullkani i Republikës për nder të 40 vjetorit të demonstratave të vitit 1981, si dhe ekspozitën 70 vjet arkiv me rastin e 70 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës. Mbrëm, ekipi të vësyrit ka qenë në teren për të përcjell nga afër inspektimin e bizneseve në disa pjesë të qytetit, të cilat i kanë bërë inspektorët sanitar të komunës së Gjakovës dhe të tjerë. Detajet rreth inspektimit do t'i ndiqni gjatë këtij edicioni. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syri vizvizion.tv. Miropafshim.